ajo armë është gjetur. Është provë kruciale. Pastaj çështja e videoingjëzimeve, ku është vërtetuar me pamje vizuale, gjithë rrugtimi. Madje edhe prezenca e Granit Plavës në restorant, ku ka ndarkuar. Bisedat me telefon në mes të Granitit dhe në Morselit, ku kanë biseduar për kushtrimin, ku kanë treguar se atë tregoj kuqa që kryhet nesër, sigurt. Pra, çka ka qenë një pi provave shumë të rëndësishme, të cilat, themi drejtë, nuk është e kemi pritur si përfaqësues palës dëmtuar, ka qenë deklarimin nga ana e akuzuarve. Me deklarimin e tyre duke tentuar që ta inkriminojnë njëri tjetrin, na kanë ndihmuar me zbulu gjithë figurën e veprës penale, ku janë qartësuar veprimet e secilit dhe madje në disa pjesë përkundër që kanë të drejtë edhe të gënjejnë duke tentuar të ikin përgjegjësisë penale janë vetë inkriminuar. Në pyetjet të cilat vetë mbrojtja ja ka parashtruar, cilat në fundit na kanë ndihmuar shumë, por që në secilën rrethon ka pas prova të mjaftueshme për mi denu. Na kanë letu ato prova dhe ky deklarim i të akuzuarve, por themi si provë kruciale, nuk mund të themi njërën, por që ka quar në hetim, prova kryesore, ka qenë hetimi i shpejt i tabelave të veturës që ka vozitur Granit Plava. Dhe kjo nuk ka qenë e lehtë pasi që nuk është parë i gjithë numri